Të gjitha institucionet i shmangin përgjegjësisë në lidhje me mungesën e sallave të sportit nëpër shkollat fillore shqipe në Kumanov. TV-shenja kërkoi qendrim nga Agjencia për Rini dhe Sport, mirëpo drejtori Marian Spaseski na tha: sallat e sportit nëpër shkollat fillore janë projekte të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Agjencia për Rini dhe Sport nuk ka pasur dhe nuk ka projekte të tilla. Ministri i Arsimit Abdulaqim Ademi në pamundësi prononcimi na tha shkurt: komuna është përgjegjëse për arsimin fillor dhe të mesëm. Pyetni kryetarin e komunës. Nga komuna e Kumanovës ende nuk ka qendrim zyrtar se përse nuk ka salla sporti nëpër shkollat fillore shqipe në këtë komunë. Ditë më parë, drejtorët e shkollave fillore në fshatrat e komunës së Kumanovës shprehen zhgënjimin e tyre në mungesë të sallave të sportit dhe vështirësitë që i hasin gjatë punës. Sa i përket sallës sportive, është e futur në programin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për ndërtimin e sallave sportive në projektin e qeverisë, e cila është ndërtimi 145 shkallave që në vitin 2007, por deri tani nuk është ndërtuar ende. Nga viti shkollor 2007-2008 është bërë projekti nga sektori për urbanizëm komunës Kumanovës. Komuna me siguri se nuk ka parapam financa të nevojshme për ndërtim të sallës. Në bazë të projektit të qeverisë, parashikohet ndërtimi i 145 sallave të sportit, prej të cilave 30 për shkolla të mesme dhe 115 për shkolla fillore. Pavarësisht projektit të qeverisë, në shkollat fillore shqipe, kryesisht në Kumanov dhe rrethin, ky projekt nuk u realizua që nga viti 2007.